drejtat dhe diskutimet mbi komunitetin LGBTQ+, po trajtohen shumë ndryshe në vende të ndryshme të Europës. Në Rusi, në fund të vitit 2023, Gjykata e Lartë e Rusisë e shpalli si organizatë ekstremiste. Ky vendim lejon autoritetet të përdorin ligjet kundër ekstremizmit ndaj aktiviteteve, organizimeve apo edhe simbolikës që lidhet me komunitetin LGBTQ+, duke rritur ndjeshëm presionin ligjor dhe social. Ndërkohë në Itali, në drejtimin e kryeministres Giorgia Meloni, janë diskutuar masa që synojnë të kufizojnë mënyrën se si trajtohet tema e identitetit gjinor dhe orientimit seksual në shkolla, sidomos për nxënësit e moshave të vogla, gjë që ka ndezur një debat të fortë mbi rolin e shkollës, të prindërve dhe kufijt e edukimit mbi këto çështje. Në fund, qasja ndaj komunitetit LGBTQ+, mbetet një pasqyrë e klimës politike, kulturore dhe ligjore të çdo vendi. Disa shtete zgjedhin politika më kufizuese, duke vendosur theksin te kontrolli dhe tradita, ndërsa të tjera fokusohen te zgjerimi i të drejtave dhe përfshirja sociale, duke bërë që debatet të vazhdojnë ende. Kemi të bëjmë me dy lajme të ndryshme, por që kanë një emërues të përbashkët, kanë emërues përbashkët lëvizjen LGBTQ dhe mënyrën se si shkojnë tek fëmijët dhe adoleshentët. Kemi Rusinë një rënaqë që ka vendosur që pikërisht kjo lëvizje dhe çdo projekt i saj të konsiderohej pjesë e grupeve ekstreme. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me Italinë, e cila ka vendosur një herë mirë që në shkolla mos të diskutohet për orientimin seksual. Jemi në një komunikim të drejtë për drejtë me dy miq të këtij programi, të cilët do të na thonë konkretisht se çfarë mund të bëjë shoqëria shqiptare kur vjen puna tek institucionet arsimore në lidhje me diskutimin që bëhet por orientime seksuale. Mos harrojmë disa tentativa që në vitet e fundit nuk është se kanë munguar. Jemi me zotin Ndryshim Mehmeti, eksperti i arsimit, të përshëndesim, kënaqësi që lidhemi së bashku edhe sot. Dhe gjithashtu Silvana Begaj, kryetari i rrjetit panshqiptar të diasporës nga Suedia. Përshëndetje të dyve, kënaqësi. Përshëndetje. Do doja ta nisim diskutimin me zotin Mehmeti për të kuptuar se çfarë ka vendosur Shqipëria së fundmi, duke parë Rusinë, modelin italian. Ne kemi ndërmarr masa se çfarë shkon brenda mureve të shkollave tona apo asnjë reagim deri më tani? Ne kemi marrë masa në të kundër. Në 2019 ka një udhëzim të ministrit që përcakton faktin që duhet folur për organizatat ose për orientimin seksual, nisur nga LGBTQ+, ku duhet se si thonë, atyre, se ka një emër të gjatë shumë, dhe që nxënësi do të orientohen nga pikpamja e orientimit seksual. Po ashtu, në sjelljen e vëmendjes tuaj, fakte që dihen, në Roskovec vite më parë ka një foto të kryeministrit me fëmijë që janë të veshur të gjithë me të njëjtën veshje, me papion dhe me kostum dhe në sfond ngjyrat e ylberit gjasme, që ishin ngjyrat e tokës, por që në fakt përfaqëson një tjetër organizat. Po kështu edhe marshimet edhe këto që ndodhin në Tiranë në 17 maj, në kuadër të gjoja ndërgjegjësimit, por që në fakt kërkojnë të vendosin në pyetje të mëdha, siç që edhe ligji për barazim gjinore që nuk ishte nevojë fare të bëhej, ku u tentua prindi 1, prindi 2 e shumë me radhë, janë shenja që tregojnë se këtu jo vetëm vullneti politik, por dhe ai shoqëror, shkojnë në një kat të kundërt me zhvillimet që janë në botën e qytetëruar, dhe kur flas të botën e qytetëruar, ka shumë shtete të cilat nuk e pranojnë këtë fakt, qoftë nga pikpamja nisur nga pikpamja e përkatësisë fetare, sepse por qoftë edhe nga pikpamja e traditës së tyre. Këtu nuk është fjala çështje tradite të prapambetur, se konservatorizmi është fjalë shumë e madhe, që të ruash vlerat e traditat, por për përpamje të traditës së shoqërisë shqiptare, e cila nuk mund të njohë orientime të ndryshme, pra thënë shkurt, burri është burr dhe gruaja është grua. Çdo tentativë për ta nxjerrë jashtë këtij realiteti, në fakt është një deformim i pazakontë që bëhet dhe që rëndon shumë mbi familjet shqiptare dhe mbi fëmijët shqiptarë. Nuk mund të bësh pyetjen si ndihesh, sepse po të bëjmë pyetjen si ndihem, edhe unë vetë ndihem amerikan. Dhe kjo nuk më jep mua të drejtë të shkoj në ambasadën amerikane dhe të them që unë ndihem amerikan, jepni pasaportën amerikane. Mirë.
Zoti Mehmeti, marrim një koment edhe nga Silvana, ndoshta përbërë edhe një ballafaqim të asaj çfarë dëgjohet, shihet, promovohet në Suedi, me atë çfarë ju sapo cituaj që ndodh në vendin tonë. Silvana? Është vërtet unë jetoj prej vitesh promovohet jashtëzakonisht shumë të drejtat gjinore, duhet jemi të barabartë, nuk do të ekzistojë gjinia, por në të njëjtën kohë ekziston edhe një grup tjetër i cili pasi mbaron ajo parada e krenarisë së këtij grupi të caktuar, është edhe grupi tjetër i cili është kundër, dhe është konservator, do të ruaj normat të cilat tradicionale me të cilat ne jemi rritur, do që të ekzistojë termi baba, mama, do që fëmijët të mos injektohen dhe të mos futen në një botë e cila i vë kundër asaj me cilat ata ushqehen në familjet e tyre. Ajo që unë mendoj, pastaj është diçka tjetër, por po, Suedia është një prej vendeve e cila ka të drejta jashtëzakonisht shumë të mëdha për personat të vendosin se çfarë duhet të jenë. Ekziston termi ai, ajo dhe një term tjetër që këtu quhet hen, pra që nuk e përcakton dhe ti ke të drejtë që ta zgjedhësh në momentin e regjistrimit. Por çfarë unë mendoj është se çdo vend ka normalisht ato të drejtat e tij, çdo individ ka të drejtën e tij që të vendosi se çfarë mendon ai të drejtë, por mënyra se si promovohet, mënyra se si nuk respektohet e hapësira e të tjerëve, kjo pastaj është diçka për tu folur. Nuk ka absolutisht për të paktën për mendimin tim asnjë gjë të keqe që të ekzistojë çdo njeri me mendësi të ndryshme. Por deri në momentin që kjo injektohet, deri në momentin që kjo promovohet, e ke kudo në media, po futet në edukimin e brezave aq të rinj të cilët janë kurioz, nuk e dinë se çfarë duan. Ka një luftë midis asaj që mësojnë në shoqëri dhe në shkollë dhe asaj që janë mësuar në familjet e tyre, kjo ka sjellë pastaj në atë që ne po shikojmë edhe sot që ndodh me rinin e sotme. Silvana, një pyetje për ty, nuk e di, a je nën? Ndjes nëse të pyes. Jo, nuk jam nën. Jo, por fëmijët e familjeve të tjera shqiptare të kanë shprehur shqetësime teksa i kanë dërguar fëmijët në këto institucione arsimore në Suedi, pikërisht për zgjedhjen e se çfarë dua të quhem, apo edhe kur u flitet për orientimin seksual. I shqetëson familjet shqiptare kjo gjë? Në të vërtetë po. Eksaktësisht sot kur se normalisht mora dhe opinionet e të tjerëve të cilët përballen ndoshta pak më shumë se sa unë me çfarë të kanë treguar? Dhe më thanë që bëj një punë të jashtëzakonshme në shtëpi për të treguar që ka një diferencë dhe burri është burr, një grua është një grua dhe nuk është diçka shumë normale që të injektohet martesa midis burrit apo martesa midis gruas. Pra bëjnë atë punën të normave tradicionale të familjeve shqiptare. Zoti Mehmeti, gratë transvestite janë gra. Ky është vendimi që erdhi nga votimi në Parlamentin Evropian disa ditë më parë me 549 vota pro. Çfarë tregon kjo për Evropën? Shiko, votimet në Parlamentin Evropian gjithmonë kanë qenë kontroverse. Që të thotë Parlamenti Evropian është në hetim për 1001 gjëra. Përfshi vjedhje, gravitje që janë bërë me fonde me të gjitha. Dhe ajo çdo gjë që vjen nga Parlamenti Evropian, këtu mund të quhet një gjë e mbaruar dhe ne duhet ta marrim ashtu siç është. Parlamenti Evropian voton në bazë të lobimeve që bëhen dhe këtë e di kush do, nuk është ndonjë sekret i madh, që këtu lobohet dhe dalin 5 deputet, 10, 15 dhe bëjnë një rezolut. Në bazë të rezolutës që bëj kjo rezolut pastaj çohet, po nuk është një rezolut, është rekomandues. Unë po ju them, nuk është ndonjë sekret i madh. Nena është, kur unë kam punuar në ministrinë, është sugjeruar që në vitin 2009 dhe ne kemi hedhur poshtë. Madje atëherë u quajt gjoja si një rekomandim që ne po ta kishim realizuar, do të kishim marrë edhe vizat, jo, u poshtë. U poshtë sepse nuk mund të quajmë ne tani familjet burr, grua, burr, edhe me prindin X. Zoti Mehmeti, me qenë se ne aspirojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Kolegja në ligj është një gjë tjetër. Dhe ajo e shpjegoj fare qartë.
nuk la vend për dyshime. Vërtet, ka një grup i cili ashtu, po ka një grup nuk mund të më mysh mua në hapësirën time dhe të më detyrosh. Sepse këtu më bëjnë fjalë për detyrim. Ti e thua, deklaro se dihesh si duash ti. Po jo më ç'është kjo si duash ti. Kush parë kjo që deklaroj si duash ti? Do ndikojtë Shqipëria me qenë sa sfirojnë Bashkimin Evropian, zoti Mehmeti? Po Shqipëria nuk varet ne në Bashkimin Evropian a kjo. Ka njësë standardesh të tjera që ne jemi mizerabël. Duke filluar që në mbështetje sociale që u japin shtresave në nevojë, mos harroni disa njerëz janë shtresa në nevojë dhe kanë kaluar në për këtë problematik sepse janë detyruar për shkak të varfërisë dhe janë rekrutuar dhe në këto raste i din, kanë dalë në televizion. Ne nuk po mbështesim, nuk po flet njeri për shumë për fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe. Se që ka kaq problem këta kur këta të fundit që unë përmenda, nuk kanë as mësues mbështetës, këta nuk kanë as ramba në përshkolle, këta nuk kanë as psikolog, as sociolog që t'i mbështesi, as mësues ndihmës, as dhoma burimore, as mbështetje nga shteti, i zhvillojnë vetë terapit ose i lënë fare, se s'kanë mundësi të rinë në atë gjendje që janë. Dhe ky është problemi më i madh. Besoj se është problemi i madh tani një grup njerëzish në minorancë që ne duhet t'i japim një fuqi kaq të madhe dhe t'i quajmë tani si një detyrim që ka shoqëria jonë. Jo, shoqëria jonë ka detyrim që t'i mësojë me ndjenja të forta morale, në përputhje të plot me besimin dhe aftësitë që ka shoqëria jonë dhe të niset nga ato vlera që na kanë mbajtur deri më sot. Shkarja ndaj atyre vlerave mund të sjellë problematika të mëdha. Ne kemi familjen tani me probleme shumë të mëdha. Pra ne kemi sepse shohim fëmijën si sillen. Tani edhe kjo na duhet për ta shkatruar plotësisht të familjen. Silvana, po vim edhe një herë tek ti për të pyetur në lidhje me atë çfarë ke mësuar edhe nga familjet e tjera shqiptare. Ty na intereson komuniteti shqiptar për të kuptuar edhe mënyrën se si përshtatet me këtë mjedis të ri. Nuk janë vetëm politikat që shkojnë drejt shkollave, por kemi gjithashtu edhe prodhime kinematografike, seriale dhe filma të ndryshëm, gjithashtu nga platforma Netflix, që është shumë e dashur nga të rinjt, të cilët flasin dhe sillin disa opsione për orientime seksuale që nuk mëson as në familje, edhe as në rrethin e tyre të ngushtë. Shprehen të shqetësuar prindrit shqiptarë aty për këtë gjë? Sigurisht, duke marrë parasysh se ne ndajmë shumë nga mendësia nga brezat, pra mentaliteti është i varur nga brezat. Edhe pse mund të jem pak brez më i ri se shumë prindër shqiptar, këtu mendoj që ndoshta mund mos jem aq radikale, por që ndaj pothuajse të njëjtin mendim. Duhet të përcaktoj vetëm diçka që unë mendoj se çdo njeri ka absolutisht të drejtë që të zgjedhë çfarë të dojë që të bëjë në shtëpinë e tij, me jetën e tij, pa cënuar askënd asnjërin e dikujt dhe aq më pak të influencoj apo që të drejtoj në mënyrë të gabuar brezat të tjerë. Çdo njeri mund të zgjedhë vetë, por që ai person të zgjedhë vetë duhet të ketë një moshë të caktuar dhe mos të jetë influencuar apo injektuar me shumë agenda, mund ta quaj agenda në mënyrën se si po jepet një teme të tillë, sepse nuk është folur për ne të tjerë, domethënë kaq shumë sa që mund të flitet për këtë lloj komuniteti. Në momentin e parë që po jepet kaq shumë zë, në një farë mënyre ne po e pranojmë sado që e kundërshtojmë. Kur flitet për barazinë gjinore, mund të flasim për barazinë midis femrave dhe meshkujve që në gjithë botën, madje edhe në Suedi, nuk është arritur 100%, që është një prej vendeve që mund të thuhet ku femra ka forcën më të madhe nëse mund ta quaj. Ka akoma shumë gjëra për të ndryshuar midis dy brezave, dy gjinive reale. Kjo mënyrë se si po përflitet, se si po përpiqet që të injektohet tek individet duke e bërë diçka të cilët ne nuk kemi rritur me atë lloj mënyre, nuk e kemi mësuar, nuk e kemi parë dhe nuk mund ta normalizoj diçka që unë nuk e quaj normale, të paktën tek vetja ime, atëherë në momentin që unë nuk po i gjykoj, nuk po i jap zë, nuk po i kritikoj, nuk dua që ti shpallin si qëndron indiferente po thua. Po. Por nuk më pëlqen edhe fakti që po përpiqet që të normalizohet deri në atë pikë sa një fëmijë i cili nga natyra normalisht është kurioz,
dhe nuk e di, nuk e ka formuar akoma personalitetin e tij, mund të bëjë zgjedhje të gabuara të cilat nesër pas nesër mund t'i shkatrojnë jetën. Qartë, Silvana, të marrim një koment nga... Dhe mos të harrojmë edhe diçka tjetër përpara se ta mbyllim të diskutimi. Nuk është ideja se po jepet DZ, por ka gjithmonë projekte për komunitetet të tilla. Ka shtatet Netflix, filma, pra po fillohen, domethënë ka një mënyrë që implementohet, të cilat ka zakonisht personat që e them fatkeqësisht më të varfër të shoqërisë. Ata të cilët e shikojnë si një mënyrë për të përfituar nga diçka. Ky është opinioni im. Ka ndonjë situatë që ka ndodhur në shkollat shqiptare që lidhet me agjendat e LGBTIQ+, por që publiku nuk e di? Ndonjë informacion i ardhur ndoshta në rrugë alternative tek ju? Për mua është e pyetja. Po, për ju, po. Është udhëzimi i ministrit. Nuk ka gjë më s'ka nevojë për ndonjë informacion. Ministri në 2019 ka nxjerrë udhëzim. Unë nuk e kam me vete, po doni ju avë në dispozicion, është udhëzim. Sepse kjo është një intervjë që ju bët me mua, është udhëzimi 2019 që lejon të diskutohet mbi këtë. Tani, çështja është edhe zonjusha që fliste nga, apo zonja që fliste nga Suedia. Nuk është një problem që shkoj unë, që jam një prind i kultivuar, apo një tjetër dhe i flasë fëmijëve për një gjë të tillë në familje. Problemi është që këtu po bëhet një agjend. Dhe kjo agjend ose ky program është i tillë që të shkatroj, sepse nuk është marrë. Mua këtë shqetësim ma kanë sjellë studentët e mi, unë e pash, ma kanë sjellë studentët e mi që thonë që në për shkolla ka filluar të flitet për këto gjëra. Madje pretendojnë që mund të ketë një ndryshim kurrikule, unë nuk e di sa është e vërtet kjo, po ka një pretendim që mund të ketë ndryshim kurrikule për këtë qëllim. Dhe prindit nuk janë ftuar fare. As nuk është marrë mendimi, as nuk janë ftuar për të diskutuar, por thjesht e nxjerr. Unë kam bërë një status për këtë qëllim, i kam bërë thirrje Komisionit e Edukimit të thrasi në një dëgjes urgjente Ministrin e Arsimit Zonjë Kumbaro dhe të gjithë ata që merren me këtë punë, të kishte një seancë në parlament nuk ka ndodhur, për arsye që i din ata, ne këtë detyrë kemi të ndërgjegjësojmë, por kjo është shumë e rëndë. Ne po e marrim si një gjë të lehtë, por për mua është shumë e rëndë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për të drejtat barabarta dhe për gjininë. Pse? Sepse ju a përmendani më parë. Ne kemi gra që vriten, dhe tani që flasim ne ato dhunohen, dhe askush nuk merr masa. Kemi pasur raste tragjike të urdhave të mbrojtjes që nuk janë zbatuar dhe janë ekzekutuar gratë, janë masakruar. Dhe kjo është shumë e rëndë për një shoqëri e cila kërkon të jetë një shoqëri e hapur, një shoqëri evropiane, një shoqëri e cila ka disa vlera, që rolin e nënës e ngre aty ku duhet, sepse roli nënës është sa njerëzor aq edhe hyjnor. Ka një shprehje të gjithbotshme që thotë Zoti nuk i bën dot punën e vet në tokë dhe për këtë qëllim ja delegoi nënës. Pra këtu ka një problem shumë të madh. Dhe ne nuk merremi me këtë, se unë jam dakord, hajde merremi me një rol të barabartë që duhet të ketë për të njëjtën punë që bëjnë femrat me meshkujt. Hajde merremi me çështje tjera, jo vetëm me këtë, hajde futi 30% gra në politikë dhe dim si janë pastaj. Kur i dëgjojmë të llaktarin. Ne nuk merremi me një fjalor miserabël që përdorin femrat në parlament, që është anti-edukues. Dhe tani merremi me këtë punë. Se aty se themi do se kanë imunitet. Këtu mund të merremi me fëmijët, ti disinformojnë, kuriozitet ka fëmija. I kemi parë në për filma, kemi parë në për dokumentar që kanë problem shumë madh në Shtetet Bashkuara të Mbira që kurioziteti i ka shtyr që të provojnë përvoja seksuale, të cilat kanë shkaktuar dhe trauma më vonë. E qartë, zoti Mehmeti dhe Silvana, ne ju falenderojmë shumë. Do donim shumë të kishim më tepër minuta në dispozicion për ta bërë këtë bisedë, por për pikpyetjet që ngritet për familjen shqiptare ne e vlerësojmë kontributin tuaj. Faleminderit për kohën tuaj. Dhe duhet ta theksojmë edhe për publikun që kemi patur edhe një komunikim me aktivistë ndryshëm që i përkasin komunitetit LGBTQ+,
dhe nuk kanë mundur të jenë pranishëm në këtë bisedë për ta bërë edhe të barabartë për gjitha kahet, por ne e kemi detyrën publike për t'ia treguar kujdo. Faleminderit shumë të dyve ju. Mund të shtoj vetëm diçka, meqenëse se më munda që të jem pjesë e këtij diskutimi, përveç atyre që tha zotëria që dëgjoha me shumë kujdes se duhet të patjetër të bëhet pjesë e diskutimit, do të bëhet pjesë e diskutimit edhe dhuna në shkolla, bullizimi apo probleme të tjera të cilat po has rinia shqiptare. Falenderoj shumë. Faleminderit. Të kemi biseda të tjera në të ardhmen. Ne kështu mbyllim me dritën ditën e sotme, me një temë shumë sensitive për realitetin edhe familjen shqiptare, por është media ajo e cila u jep zë her pas here ndoshta temave që nuk fliten mjaftueshëm. Ne kështu i lëm takimin e radhës. Takimin për ditën e nesërme në orën 10:05. Ju duam shumë. Ju duam shumë.